Shërbimi Zjarfikës në Bashkinë e Korçës ka hartuar një plan masash për mbarvajtjen e sezonit veror, menaxhimi i mirë i punës, si dhe ndërgjegjësimi qytetar dhe bashkëpunimi me njësitë administrative, ka bërë që të minimizohen rastet e zjarreve në pyje e kullota. Bashkëpunimi është shumë i mirë, si me njësitë administrative, ku edhe ata e konstatojnë shumë përpara për në zjarrin, kanë grupin e tyre me punojës e shërbimeve, të cilën ndërhyrën në kohë dhe kanë edhe mbështetjen tonë maksimale. Gatishmëria në mjete është shumë e lartë, siç e shikoni edhe, kemi mjete me kalueshmëri të lartë, po kështu edhe në efektiv. Gjithashtu dhe sezoni dimror kaloi i qetë, pa raste zjarresh me pasoja në njerëz. Si me vitën përpara, kemi një rënje të numrit të shfaqjeve të zjarreve. Kjo ka ndikuar pasi një pjesë e mirë e qytetarëve kanë zgjidhur edhe alternativën e ngrohjes me energji elektrike. Njëkohësisht bëhet fjalë edhe për lagjet 1, 2, 3, 11, 12, apo disa lagje të tjera, që banesat janë kryesisht çatit e tyre që janë me lëndë drusore. Rekonstruksionet e tyre që i kanë bërë qytetarët, edhe kjo ka ndikuar në rënien e këtyre. Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi në Korçë është i pajisur me mjetet e duhura për t'u përgjigjur situatave të zjarreve në një kohë të shkurtër e me efikasitet të lartë.